Qeveria shqiptare ka prezantuar një nismë të re në fushën e teknologjisë duke krijuar kompaninë shtetërore Albanian Digital Solution, e cila do të veprojë si shoqëri si motor e akshit dhe do të fokusohet në shërbime digjitale për institucionet publike. Kryeministri Edi Rama deklaroi se struktura e re do të ofrojë shërbime në zhvillimin e softwareve, administrimin e infrastrukturës teknologjike, sigurinë e informacionit dhe mirëmbajtjen e sistemeve të teknologjisë së informimit në administratë. Një kompani që tjetë garanci për institucionet e vendit, të cilat nuk mund të mbeten asnjëherë peng i privatëve në mirëmbajtjen e sistemeve të tyre, një kompani që të garantojë të gjithë vazhdimsinë teknike, por edhe të ofrojë përgjegjësinë më të lartë institucionale dhe qytetare, në rast se sot ne shpenzojmë një shumë X për vetëm mirëmbajtjen e sistemeve, një shumë e konsiderueshme e cila i shkon kompanive private, brenda një harku 3 vjeçar, ne do t'i kursejmë shtetit dhe do t'i kursejmë vetë qeverisjes elektronike një shumë të barabartë me shumën që sot shkon për mirëmbajtjen. Rama nënvizoi gjithashtu se kompania e re do të ofrojë kushte pune konkurruese për profesionistët në fushën e teknologjisë me synim për të tërhequr dhe mbajtur talentet brenda sektorit publik. Nuk do të jetë një kompani në paktën në fazën e parë që do të synojë të hyjë edhe në sektorin privat, i cili sot është në kontrast dramatik me sektorin publik në këtë fushë, ku Shqipëria sa të shkëlqen në të gjitha klasifikimet ndërkombëtare për shërbimet publike digjitale dhe për qeverisjen elektronike, aq edhe nxin kur vjen puna tek sa sipërmarrja dhe sektori privat janë të familiarizuar dhe të integruar në botën e re të teknologjisë digjitale. Në fjalën e tij, kryeministri përmendi edhe përdorim në rritje të inteligjencës artificiale në administratë, përfshirë proceset e parafrimit të legjislacionit me Bashkimin Evropian dhe përmirësimin e administrimit tatimor e doganor. Inteligjenca artificiale ka hyrë në prokurimet publike kudo, po ka hyrë në segmentet caktuara të procesit, ndërkohë që e jona është përpjekja e parë që synon të mbulojë me inteligjencë artificiale të gjithë procesin.